Falënderit, nderuar pjesëmarrës, qytetarët Prishtinës, veprimtarët LDK-s, bashkëpunëtorë, qytetarët që punoni në fushat të ndryshme. Sot në këtë prezantim kemi përfaqësues të arsimit, përfaqësues shëndetësisë, përfaqësues të sportit, të kulturës, të bizneseve, qytetarë të vjetër të Prishtinës, përfaqësues të rive, të grave, strukturat të lidhjes demokratike, nënkryetar dhe anëtar të kryesisë LDK-s. Ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj për këtë pjesëmarrje sot në këtë tubim cilin do t'ju prezantoj se çfarë kemi punuar gjatë këtyre 4 viteve në komunën e Prishtinës dhe cilat janë objektivat tona kryesore në periudhën e ardhshme 4 vjeçare. Unë do t'ju prezantoj disa prej të arriturave, do t'ju shihni edhe disa nga objektet cilat ne i kemi ndërtuar dhe investimet cilat ne i kemi kryer gjatë kësaj periudhe, dhe do të shihni disa raste ndryshime cilat kanë ndodhur në qytetin e Prishtinës. Prioritetet tona themelore, me cilat ne kemi hyrë në këtë mandat, kanë qenë kompletimi i rrjetit të shkollave dhe eliminimi i ndrimit të tretë, meqense kemi pasur shumë shkolla të cilat kanë punuar në ndrimin e tretë, disa edhe në 4 ndrime. Ka qenë kujdesi adekuat shëndetësor përmes rritjes së efikasitetit të qendrave të mjekësisë familjare, kompletimin e infrastrukturës urbane dhe rurale, duke nënkuptuar infrastrukturën bazike, zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe krijimin e kushteve që Prishtina të jetë qytet metropolitan. Ta zhvillojmë Prishtinën si qytet të rinisë dhe sportit, ta zhvillojmë Prishtinën si qytet kulturës dhe të trashëgimisë kulturore, ta zhvillojmë Prishtinën si qytet të gjelbërt, ta nxisim zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimin rural dhe ta modernizojmë administratën dhe shërbimet e tjera komunale. Në fushën e arsimit, gjatë kësaj periudhe ne kemi ndërtuar 26 objekte shkollore, kemi ndërtuar 13 anekse të shkollave, 10 sallat të edukatës fizike, 16 terene sportive në shkolla të ndryshme, dhe gjithsej kemi investuar rreth 21 milion euro në arsim. Kemi kryer punësim të bazuar në merita dhe në cilësi të kandidatëve që kanë punësuar në sektorin e arsimit. I kemi pajisur shkollat me mjete të konkretizimit dhe kemi krijuar kushtet përshtatshme për nxënës me nevoja të veçanta, sepse edhe për të tillët jemi interesuar, si dhe jemi marrë me sigurinë në për shkolla dhe me kujdesin për nxënësit. Në fushën e shëndetësisë, në komunën e Prishtinës kemi ndërtuar 6 qendra të mjekësisë familjare gjatë kësaj periudhe, 1 qendër në Arbëri, 1 në Velani, 1 në Vreshtat, 1 në Matini, 1 në Besi dhe 1 te Medreseja, 1 qendër mjaft madhe. Dhe përpos këtyre kemi ndërtuar edhe 4 ambulanca në Sharban, në Bardhosh, në Barilev, dhe tani është duke u ndërtuar, duke u përfunduar në fshatin Keqekoll. Kemi pajisur këto qendra të mjekësisë familjare me rentgen, qendrën e mjekësisë familjare 4 dhe 5, dhe pashtu edhe për stomatologji. Kemi siguruar 2 aparatet të mamografisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe në qendrën e mjekësisë familjare 4, e cila ofron shërbime pa pagesë për pacientët. Kemi siguruar ultrazë, 3-dimensional dhe 4, dhe laboratorët në qendrën e mjekësisë familjare. Kemi siguruar pashtu edhe automjete për hemodializë, 2 janë në funksion e sipër dhe 2 do të arrijnë tani, 4 automjete për ndihmë të shpejtë, 2 ekipe mobile, 2 automjete për ekipe mobile të mjekëve, 1 për ekipin për vaksinim, dhe kemi ofruar rreth 5.000 shërbime shëndetësore gjatë ditës. Në fushën e kujdesit social,
Kemi përfunduar 2 banesa, përkatësisht 2 pallate me nga 50 banesa. Njërin e kemi destinuar për rastet sociale dhe tjetrën për familjet të dëshmorëve, për invalidët e luftës dhe veteranët e luftës, TUÇK-s. Të dyja janë ndërtuar te fusha pajtimit, ndërka që kemi edhe 2 objekte në ndërtim në Shqipër të po të njëjtave kapacitete edhe për 100 banesa në pjesën e Valisë, cilat do të përfundojnë njëra në pranverën e vitit tashëm dhe tjetra mendoj në këtë kohë në vitin e ardhshëm. Sa i përket infrastrukturës, ne kemi llogaritë se gjatë vitit kemi punuar në rreth 90 projekte të infrastrukturës, ose thonë ndryshe në 90 rrugë dhe rrugica në qytet dhe në pjesët rurale. Kemi ndërtuar diku rreth 270 kilometra rrugë në qytet dhe në pjesët rurale. Kemi ndërtuar rreth 290.000 metra katror trotuare, 145 kilometra kanalizim dhe 35 kilometra ujësjellës, edhe pse ujësjellësi nuk është në kompetencë të komunës, por ne gjatë investimeve në ndërtimin e rrugëve kemi ndërtuar edhe rrjetin e ujësjellësit, i cili pastaj bëhet aseti ujësjellësit rajonal Prishtina. Objektet kryesore të infrastrukturës në cilat ne kemi punuar është sheshi Ibrahim Rugova dhe sheshi Zahir Pajaziti, edhe për nga, themi, shuma investimeve, është rreth rrotullimi në Arbëri, janë ndërtimet e rrugëve në lagjin e Arbërisë, sepse kryesisht gjitha rrugët janë ndërtuar gjatë kësaj periudhe, është kolektori në Kalabri me rrugën mbi kolektor, është një rrugë me 4 korsi, është kolektori në fushën e pajtimit, po ashtu me rrugë mbi kolektor, është rruga B, faza e parë dhe e dytë e rrugës B, besin edhe 2 fazat ndërtohen më vonë, është rruga Ahmet Krasniqi, janë rrugët rurale, gati në gjitha fshatrat, mirë po mos tepër më është punuar në Barilevën, për Govcë, në Bardhosh, në Leban, është ndërtuar në Marevc, në Glogovic, në Ajkobil, në Abishevc, në Shevc, Prapashtic, në Ivali janë ndërtuar grupe të ndryshme të rrugëve, në fshatin Shkabaj, në Mramor, në Grashtic, dhe mund të them se nuk kam bet fshat pa ndërtuar rrugë. Është tani një investimi mjaft i madh i cili po realizohet në një vlerë gati 5 milion euro në Veternik, rreth rrotullimit e Veterniku, i cili do të mundsoj hyrjen nga Shkupi dhe nga Mitrovica në qytet, dhe pashtu do ta lidh këtë pjesë qytetit me Kalabrin, me 2 nënkalime, dhe kemi punuar pashtu rrugën gjitha lagjet të qytetit dhe kemi punuar kanalizime në zonat rurale. Në fushën e urbanizmit, ajo çfarë kemi arritur në fund këtij viti është se ne kemi aprovuar planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban. Me planin zhvillimor urban ne kemi zgjeruar kufit e qytetit nga 7.769 hektar në 11.128 hektar. Zgjerimin e kemi bërë kryesisht në pjesën veriore dhe verilindore. Prandaj kufit ndërtimor urban qytetit mbesin 6.501 hektar, pyllë dhe hapësira Gjelbër të mbesin 1.826 hektar, parku i Gërmis përfshin 1.103 hektar, dhe kemi disa fshatra brenda kufirit urban, ose ekolagjet, që kanë 2.129 hektar. Gjatë kësaj periudhe kemi aprovuar po ashtu disa prej planeve rregulluese. Mund të them se Prishtina deri më tani ka 30 plane rregulluese. Mirë po në këto 4 vite kemi aprovuar në kuvent plan rregullues për zonën ekonomike që përfshin një sipërfaqe prej 620 kilometra, në vërtet hektar, pastaj atë të medrese Qamaris, planet rregullues për pejtonin, dhe planet rregulluese për 3 zonat e Prishtinës së re, për zonën Lindje, zonën Qendër dhe zonën Perëndim, dhe planin rregullues për lagjin e muhaxherëve. Kemi disa plane rregulluese tani në procedurë sipër. Kemi planin rregullues Kodra Trim Aveni,
planin rregullues të matit 2, ndërka që plani rregullues për lakrishte i kam përmbush 5 vite dhe është në ndryshim dhe plotësim. Plani rregullues për Arbërinë 3 pashtu është në ndryshim dhe plotësim. Plani rregullues për Kalabrinë është në ndryshim dhe plotësim. Plani rregullues për Sofalinë është në ndryshim dhe plotësim dhe është në përpunim si për plani rregullues për Vellushën. Janë përgatitur pashtu landet për disa plane rregulluese. Është për kodrën e trimave, kodrën e trimave 2, për qendrën, për qytetin e vjetër, për lagjen parku, për bërnicën e ëpërme, bërnicën e poshtme, për Bardhoshin, Zllatarin, Ajvalin dhe Çaglavicën. Do thotë kryesisht janë këto pjesë cilat tani i përkasin zgjerimit të territorit urban me planin zhvillimor urban. Po ju prezentoj edhe disa prej investimeve private, cilat janë bërë gjatë këtyre 4 viteve në komunën e Prishtinës. Drejtoria e Urbanizmit gjatë këtyre viteve ka proceduar përkatësisht ka lëshuar leje ndërtuesve për një sipërfaqe prej 1.598.139 metra katror. Do thotë është një sipërfaqe shumë e madhe, kryesisht është e pallateve ose të objekteve shumë banesore. Dhe sipas llogarive tona, kosto e ndërtimit të këtyre objekteve, kosto e mesatare është diku rreth 730 milionë euro, që përbën investimet e drejtë për drejta, edhe të ndërtuesve, edhe të pronarëve tokës, ndërka që vlera e tregut të këtyre banesave arrin në rreth 1.600.000, në vërtet 1.600 milionë euro. Kjo flet për kontributin shumë të madh, cilin ndërtimtar dhe industria ndërtimore e Kosovës e ka dhënë në Prishtinë, sepse nuk ka asnjë sektor investime kaq të mëdha sa i bën nga sektori i ndërtimeve. Prandaj mund të them edhe para jush se totalisht në pa baza çdo tendencë për kvalifikim të keq të tyre, sepse këta njerëz janë ata që kanë punësuar shumë në sektorin ndërtimtarisë. Këta janë ata që kanë krijuar qarkullim të madh paras në Prishtinë, që përpos ndërtimeve që kanë bërë, kanë blerë edhe materiale dhe kanë zhvilluar edhe sektoret e tjerë, që janë sektorë që ndihmojnë ndërtimtarinë, dhe unë në emër të komunës Prishtinës ju shprehu mirënjohje shumë të madhe për investimet e tyre cilat i kanë bërë në Prishtinë në këtë vlerë. Në shërbimet publike, pashtu prioriteti kemi dhënë zgjerimit hapësirave publike, regjenerimit, rregullimit të parqeve të qytetit. Gjatë kësaj periudhe ne kemi dhënë se kemi dyfishuar sipërfaqet të gjelbruara në qytet, dhe ato arrin tani në qofse masë me metra katror në 1.035.580 metra katror. Si parqe më të mira dhe më të njohura, më të rregulluara janë parku i Dardanis, i Ulpianës, i Arbërisë, këtë Arbërisë kemi bërë edhe me donacione ndërkombëtare. Parku i Tokbashës tani është duke u rregulluar, edhe Fidanishtja pashtu është duke u shndruar në një park të qytetit. Është punuar në rregullim në hapësirave gjelbruese në qytet, janë renovuar 3 strehimore në qytet, janë rregulluar fontanat ekzistuese të qytetit dhe janë ndërtuar fontana të reja. Është bërë zgjerimi i ndriçimit publik në 53 rrugë të qytetit, në 10 rrugë të fshatrave, në 4 parqe dhe në 30 institucione. Është bërë montimi ormanëve të energjisë elektrike 3 në qytet, dhe pashtu kemi furnizuar dhe montuar 1.000 trupa ndriçues LED, do të thotë që trupat të ri janë trupa që janë mjaft kursyesh dhe tendencat janë që të përdorim trupa të tillë në mënyrë se të kursejmë energjinë elektrike në qytet. Janë blerë 350 kontenerë që janë dhënë përdorim ndërmarrjes pastrimi, janë rregulluar vendet për kontener me mbulesa, janë rregulluar pashtu venddaljet për autobusa, deri më tani gjatë kësaj periudhe kemi ndërtuar gati 45 venddalje për autobusa dhe brenda qytetit edhe në periferi të qytetit.
Kemi rregulluar 101 ashensor, mbetet gati edhe kaq të punohen në periudhën e ardhshme. Kemi ndërtuar dhe modernizuar 11 nyje të semaforëve në qytet duke aplikuar semafor modern. Kemi bërë sinjalizimin e rrugëve, kemi bler kamion për brigadën e zjarrfiksëve, kemi ndërtuar objektin e brigadës së zjarrfiksëve, është një objekt shumë modern, objekt i ri, afër shkollës ekonomike, dhe pashtu kemi pajisur ndërmarrjen komunale hortikultura me mekanizim të nevojshëm në mënyrë që ajo të mund të bëjë punën e gjelbrimit edhe të mirëmbajtjes gjelbrimit në qytet. Në fushën e ekonomisë dhe bujqësisë kemi investuar rreth 1.5 milion euro në bujqësi, kryesisht për subvencionime të bujqëve, dhe ato për sera, për fara, për plehra. Kemi subvencionuar bletarët dhe pemtarët. Kemi dhënë ndihmë pashtu për ameliorimin e livadëve, për analizën e tokave, për vaksinimin e gjedheve, edhe pashtu në organizuar trajnime për ndërmarrësit e ndryshëm. Në fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore, janë kryer edhe disa punë cilat nuk kanë qenë përgjegjësi e komunës, por kanë qenë përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, mirë po ne kemi pas kujdes për objektet kulturore që janë në Prishtinë. Andaj kemi organizuar dhe kemi financuar restaurimin e xhamisë Qarshis. Është një financim që diku deri tani te ka lërë rreth 600.000 euro. Restaurimin e hamamit të madh, që pashtu ka arrit deri në 700.000 euro, gjithat komunës Prishtinës. Kemi ndërtuar qendrën rekreative të fëmijëve me 13 shtëpiza në Gërmi. Kemi ndërtuar bibliotekën e qytetit Hifzi Sulejmani, që ka diku në sipërfaqe gati 5.000 metra katror. Kemi renovuar teatrin Dodona, kemi pajisur bibliotekën Hifzi Sulejmani me 7.629 ekzemplar librash të ndryshme. Kemi bler pajisjet për arkivin e Prishtinës, kemi punuar në varrezat e dëshmorëve, kemi furnizuar me libra për bibliotekat e qytetit dhe shkollat. Është zhvilluar aksioni Kudo Art në hapësira publike, dhe pashtu është punuar në për ndërtimin e sallës universale kulturore dhe galerisë së qytetit. Është përgatitur plani idor dhe pashtu jemi duke punuar në planin idor për muzeun e Egzodit, i cili do të ndërtohet në vitet që pasojnë. Në sa i përket rinisë dhe sportit, gjatë këtyre viteve ato kanë pasur një kujdes të veçantë për arsye të numrit të madh të trive që kemi në komunën e Prishtinës. Janë ndërtuar 11 sallat edukatës fizike në shkollat në qytet. Janë ndërtuar 30 terene sportive në përshkolla dhe 47 terene sportive në përlaqe. Janë ndërtuar 11 këndë të lodrave për fëmijë, 4 fusha të tenisit në tokë bashe dhe qendra rekreative fëmijëve për cilën fola më parë. Objektet që tani vazhdojnë ndërtohen, që konsiderojmë se mund të përfundohen deri në fund këtij viti, është shtegu i vrapimit 500 metrash në tokë bashe, është renovimi i peshinës Gërmisë, e cila do të punohet deri në pranverën e vitit tashëm, do të ngritet niveli i pishinës dhe do të jetë thellësia rreth 1.8 metra në mënyrë që të shpëtohen, vërtet ruhen jetrat e qytetarëve dhe të kursehet në ujë dhe në pastrimin e ujit. Është panorama bishkatarisë e cila ka filluar të punohet. Është filluar dhe gati është në përfundim mbuloja e stadiumit Prishtinës dhe instalimi ose vendosja karigave në stadiumin e Prishtinës. Është punuar në objekte për qendra ndrinore, po punohet në vendosjen e vegla të fitnessit në tokë bashe, dhe pashtu do të punohet në terene sportive për basketbol në Kodrën e Trimave, në Bardhësh, në Ivali dhe në Vreshtat, dhe pashtu janë përgatitur dokumentacione dhe është në tenderime ndërtimi 10 këndëve të lodra për fëmijë, të cilat arrin diku vlerën prej 2.5 milion euro. Në kadastër, mund të them se është filluar për herë të parë regjistrimi i banesave në pikpamjet të etazhit, në vërtet katastrit etazhor. Janë regjistruar 8.824 banesa dhe lokale,
që kanë të bëjë me katastrin etazhor, është krijuar katastri për çojave në qytet dhe janë regjistruar dikun 2959 kilometra të katastrit të tillë, dhe pashtu po bënohet në ndërtimin e informacioneve katastrale për zonat e pambuluara të komunës. Sa i përket administratës dhe inspekcionit, gjatë kësaj periudhe kemi investuar diku rreth 1 milion euro në mirëmbajtjen dhe modernizimin e administratës. Kemi siguruar sportele të hapur, që janë transparent, në mënyrë që të lehtësohet palëve që të kryejnë punë Komune e Prishtinës, edhe në ndërtesën e vjetër, në ndërtesën e re të komunës. Ndërkaq sa i përket landëve, gjatë këtyre 3 viteve janë përfunduar 250.000 landë në drejtoritë ndryshme të Komunës së Prishtinës dhe janë lëshuar rreth 660.000 dokumente për qytetarët e Prishtinës, por edhe për qytetarët e Kosovës, ata që kanë kërkuar dokumentacion në objektet e Komunës së Prishtinës, edhe në 2 objektet qendrore dhe në pjesë të tjera të qytetit të Prishtinës. Inspekcioni ka ndërmarrë gjatë kësaj periudhe 5100 veprime të ndryshme, qoftë të inspekcionit komunal, të inspekcionit të ndërtimeve, të inspekcionit të tregut. Vetëm në inspekcionin e ndërtimeve kemi rreth 500 raste të rënimit të objekteve, pjesëve të objekteve, mbulojave e tjerë. Në vitet e ardhshme jemi orientuar që kryesisht ju kushtojmë rëndësi objekteve strategjike dhe projekteve strategjike të Komunës së Prishtinës. Po filloj prej pjesëve që ju takojnë më shumë rinis, ato që kanë të bëjnë me sportin dhe rinin, me strategjinë e zhvillimit ekonomik. Për periudhën e ardhshme kemi paraparë ndërtimin e stadionit të futbollit sipas standardeve të FIFA-s në pjesën veriore të qytetit. Kemi paraparë po ashtu ndërtimin e 30 qendrave sportive rekreative në zonat rurale, në mënyrë që të plotësojmë gjitha nevojat e rinisë që jeton atje. Është duke u punuar në përfundimin e dokumentacionit për ndërtimin e pishinës mbyllur, që do të jetë pishinë olimpike në Gërmi, për ndërtimin e sallave të edukatës fizike në gjitha shkollat, për ndërtimin e aneksit pallatit rinisë, posa të zgjidhet statusi pallatit rinisë dhe e tipet komunës si kompani publike, dhe pashtu po punohet në dhënien shfrytëzim të hapësirave për terrenet ndryshme sportive sipas kërkesave të klubeve sportive, të shoqërive dhe shoqatave të ndryshme. Në fushën e gjelbrimit dhe ambientit, kemi planifikuar mbjelljen e 12.000 drunëve, që do të jenë drunë cilësor, ashtu siç i kemi tash në sheshin Nën Tereza, në sheshin Ibrahim Rugova, në sheshin Zahir Pajaziti, në mënyrë që të mbillen në gjitha rrugët e Prishtinës, edhe në rrugët qase në Prishtinë, të bëhet zgjerimi sipërfaqeve gjelbruese në lagjet e reja, të organizojmë edhe më mirë mirëmbajtjen e parqeve në qytet, të bëjmë hapjen e pusave në qytet për ujitjen e drujve, përkatësisht gjelbrimet lartë dhe gjelbrimet të ulët, të bëjmë organizimin e serave për kultivimin e fidanëve dhe të luleve përmes hortikulturës sipas përvojave të qyteteve tjerave të mëdha, të vazhdojmë me furnizimin e kompanisë hortikultura me pajisje, treja, cilat do të mundsojnë që kjo kompani të kryejë punën me efikacitet, të bëjmë ndërtimin e impjantet për kompostimin e materialit organik dhe pashtu të punojmë në deponinë e mbeturinave të ngurta, cilin projekte kemi planifikuar të bëjmë së bashku me Ministrinë e Ambientit, në mënyrë që mbeturinat e ngurta cilat tani po prodhohen përkatësisht po hudhen në qytet, ta kenë deponinë e tyre. Këtu dëshiroj vetëm ndalen, sepse ka vrejtjet ndryshme që Prishtina, ka pluhësh që Prishtina nuk është ashtu siç ne dëshirojmë ta kemi çdo moment, mirë po mund të themi se Prishtina është një kantier punues në këtë periudhë. Ne edhe për fat mirë edhe për fat keq tani jemi në atë fazë që po ndërtojmë Prishtinën, cilën fazë kanë kaluar gjitha qytetet e tjera evropiane dhe metropolet botërore. Kjo fazë tani ka intensitetin më të lartë
Prandaj unë më tepër jam për atë që të gëzohemi këtyre ndërtimeve, se sa që të hidhrohemi pasojave, cilat këto ndërtime i lanë, e cilat do të i kalohen me kalimin e kohës dhe me një menaxhim shumë aty. Në fushën e trashëgimisë kulturore, ne do të punojmë promovimin e Prishtinës si qendër rajonale të kulturës. Çdo vit kemi planifikuar të ndajmë parafërsisht rreth 150.000 euro për organizimin e ngjarjeve kulturore me karakter rajonal dhe me karakter ndërkombëtar. Të përfshijmë gjitha objektet e trashëgimisë në programin për ruajtjen dhe konservimin e tyre, dhe atë deri në vitin 2015, të ndërtojmë Muzeun e Egzodit, të vazhdojmë me veprimtarinë kudo art në hapësirat publike. Tani kemi një konkurs që skulpturat e ndryshme të vendosëm në rreth rrotullimet të qytetit, në mënyrë që të japim një pamje më të mirë hyrjes në qytet dhe qarkullimit të qytet, dhe pashtu të punojmë në restaurimin e qytetit vjetër. Mendojmë në restaurimin e pjesës nga Xhamia Qarshis deri te Xhamia Madhe, që të ndalim trafikun atë pjesë qytetit, të rirregullojmë atë pjesë, ta kthejmë në kohën në cilën është ndërtuar ajo pjesë, do të bëhet një pjesë e cila do të jetë shumë tërheqëse për qytetarët e Prishtinës, dhe jo vetëm për ata të Prishtinës, por edhe për qytetarë tjerë që të dëshirojnë në një formë të jenë në një ambient në cilin kemi objekte të trashëgimisë kulturore. Në këtë pjesë ne kemi Xhaminë e Qarshis, e kemi qeshmën të Xhamia Qarshis, e kemi muzeun aty afër, e kemi Xhaminë e Jashtërpashës, e kemi Sahat Kullën. Është ndërtesa në cilën deri në vitin e kaluar ka qenë Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Është Xhamia e Mbretit, është Hamami i Madh, është kompleksi i Minxhikut dhe është një shtëpi me teqe, cilat do të bëjnë përpjekje që të ruhen dhe pashtu të mënjanohet trafiku, sidomos trafiku i rani, cili po shkakton plasaritjen e atyre objekteve për shkak të peshave të randa. Në lëmin e ekonomisë dëshirojmë që domosdo të promovojmë punësimin më të madh të trive. Mënyrat se si do të promovojmë këtë do të jetë akademia profesionale ose hapja shkollave profesionale me bashkëpunim me shkollat e tilla në Perëndim, sidomos në Gjermani, të cilat do të siguronin që nxënësit që i kryejnë këto akademi profesionale të mund të gjejnë punë edhe në Kosovë, por me diploma të njëjta do të gjejnë punë edhe në shtetet perëndimore, sepse në diplomat që do të pranohen nga ato shtete është sigurimi hapësirave fizike për biznise, sidomos për gradë 3, dhe më vonë lirimi këtyre bizniseve nga tatimet dhe nga taksat. Është mbështetja panajireve të këtyre bizniseve, që ne kemi bërë edhe deri më tani dhe do të vazhdojmë ta bëjmë edhe më tutje. Është subvencionimi i grave të angazhuara në bujqësi, artizanate, prodhime ushqimore, biletari dhe fushat e tjera, dhe janë konsulenca të cilat komuna së bashku me organizatat e tjera financiare mund t'ju ofroj prodhuesve përkatësisht mikrondërmarrjeve, ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme. Janë 2 projekte të cilat pashtu llogarisim të përfundojmë gjatë kësaj periudhe. Është projekti i furnizimit me ujë dhe projekti me ngrohje përmes kogenerimit. Projekti me ujë ka filluar të ndërtohet në vitin 2009 dhe pritet përfundojë në vitin 2016. Objektivat e këtij projekti janë furnizimi 24 orë me ujë të pijes qytetit Prishtinës dhe tërë komunës Prishtinës. Do të kemi parasysh se ujësjellësi rajonal Prishtina furnizon edhe 7 komuna të tjera përpas Prishtinës. Është përmirësimi i cilësisë të ujit të pijes, përmirësimi i largimit të ujrave të zeza dhe mbrojtja mjedisit. Ky investim kushton tërësisht 62 milion euro. Ndërkaq komuna e Prishtinës merr pjesë në këtë investim 5 milion euro, pjesa tjetër është e Komisionit Evropian, Bankës Gjermane për Zhvillim dhe një pjesë e Qeverisë së Republikës Kosovës. Sa i përket ujrave të zeza,
deri më tani nuk është bërë ndonjë veprim konkret në menjanimin e ujrave të zeza, mirë po është filluar me studimin e fizibilitetit për ujrat e zeza për Prishtinën, me një grant nga Komisioni Evropian për 2 milion eurove, dhe ky sistemi trajtimit të ujrave të zeza do të vlen për Prishtinën, për Fushë Kosovën dhe për Obiliqin, ndoshta në ndërkohë do të ndërlidhet edhe me Graçanicën, sepse në kohën kur ka filluar kjo do të thotë Graçanica akoma s'ka qenë themeluar si komunë, mirë po llogaritet se kostoja e impianteve dhe fabrikës ujrave të zeza arrit diku në rreth 60 milion euro, mjet të cilat do të sigurohen nga donacionet e Bashkimit Evropian. Një projekt tjetër shumë i rëndësishëm është projekti kogenerimit, përkatësisht i ngrohjes së shtetit përmes avullit që vjen nga Termocentrali Kosova B. Ky projekt ka për qëllim zëvendësimin e gypave të vjetër me gypa të ri, sepse bëhet rekonstruimi të rrjetit sekundar të ngrohjes. Është rehabilitimi 50 stacioneve të sistemit ngrohjes. Është instalimi i monitorimit nga distanca dhe sistemit kontrollit nga distanca. Është renovimi pompave qarkulluese dhe sistemit kontrollit. Ndërtimi 2 stacioneve termike, njëra në Termokos dhe tjetra në Termocentralin Kosova B. Është pastaj reduktimi i kostos operative të ngrohjes për rreth 50%. Zëvendësimi i mazutit me avull nga Termocentrali Kosova B. Me këtë do të kemi elemente pozitive, sepse do të përmirësohet cilësia e ajrit, për arsye se mos do të kemi djegje të mazutit në qytet, edhe se do të zvogëlohet kërkesa për energji elektrike, sepse mungesë të ngrohjes së rregullt ka pas shpenzime mjaft mëdha të energjisë elektrike për ngrohje. Kosto e këtij projekti është diku rreth 30 milion euro. Financon Komisioni Evropian, Banka Gjermane dhe Qeveria Gjermane. Është kyç më vonë Qeveria Suedeze, Qeveria Luksemburgut dhe Komuna e Prishtinës drejt për drejt i ka dhënë 2 milion, ndërkaq për 5 milion kemi dhënë garancion për kredinë e butë, e cila do të mirret nga Banka Gjermane. Sa për këtë infrastrukturës rrugore, ne gjatë periudhës së ardhshme planifikojmë ndërtimin e unazës së qytetit. Unaza e brendshme e qytetit ka një gjatësi prej 26 kilometrave. Mirë po ne llogarisim që gjatë kësaj periudhe të ndërtojmë disa segmente të kësaj unaze, ajo që lidh rrugën për Shkup me rrugën për Fushë Kosovë përkatësisht Pej, dhe pjesa tjetër që është në Prishtinën e Re, nga Udhkryqi për Gjilan dhe Ferizaj deri te Pishina e Gërmis, do të punohet në fazën e dytë rrugës Enver Maloku, rrugës Ndo për Leshi, në gjitha rrugët në matë dhe në lagjin e spitalit, sepse atje ka ngecje për shkaqe pronësore dhe për shkaqe të planeve, dhe ato do të përfundohen. Do të bëhet zgjerimi i rrugës deri në Veternik në 6 korsi, zgjerimi i rrugës nga Grashtica deri në qytet në 4 korsi, do të vazhdojë faza 3 dhe 4 e rrugës B, do të fillojë ndërtimi i rrugës A, do të gjitha këto janë në pjesën jugore të qytetit, do të vazhdohet me kolektorin në Kalabri në mënyrë se të mbulohet dhe të pastrohen ujërat atje, dhe pashtu do të vazhdohet me ndërtimin e rrugëve në gjitha pjesët rurale, do të ndërtojmë platon në Kurriz, sepse ka pas shumë kërkesa të qytetarëve për këtë, do të ndërtojmë bulevardin e vjetër, për cilin fola më parë, dhe pashtu vitin e ardhshëm do të ndërtojmë nën kalimin nga rruga Qamil Hoxha, nën sheshin Nën Terez, në rrugën Recep Luçi, në mënyrë që të bëjmë qarkullimin e automjeteve në atë pjesë qytetit, sepse kemi një bllokat të qarkullimit. Sa për këtë unazës së brendshme, ju keni atje projektin e unazës, i cili ka filluar të bëhet në vitin 2005, më vonë kemi bërë disa revidime të këtij projekti, veçmas në pjesën perëndimore të saj për shkak të autostradës së Durrësit dhe për arsye të zhvendosjes një pjesë të kësaj autostrade që ka shkaktuar dhe zhvendosjen e pjesës veri perëndimore të unazës, mirë po modeli unazës do të jetë i tillë çfarë shihet atje. Në fushën e arsimit
mbesim në arritjet cilësore në institucionet arsimore, në përfshirjen e shtuar të fëmijëve në edukimin parashkollor, sepse mendojmë që deri në fund vitit 2000, në vërtet deri në fund mandatit të ardhshëm, të kemi përfshirë diku spaku të 5100 fëmijëve në institucionet parashkollore, të vazhdojmë me zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve edhe në krijimin e një mjedisi miqësor dhe të shëndetshëm dhe të sigurt për gjithë në proceset e arsimit. Në periudhën e ardhshme ne parashofim investime rreth 20 milion euro në institucionet e arsimit dhe këte në rreth 15 objekte të reja shkollore, në 10 anekset objekteve ekzistuese, në 6 sallat edukatës fizike dhe me këte përmbyllim shkollat e tanishme me sallat edukatës fizike, në renovimin, adaptimin e hapësirave shkollore, në inventarin për hapësira shkollore, në infrastrukturën teknologjike për shkolla, në qasjen në internet gjitha institucionet edukative arsimore, në ndërtimin e pjerrinave në këto institucione, në mënyrë që të plotësojmë kërkesat e personave me nevoja të veçanta dhe pashtu në ndërtimin e një mjedisit sigurt për nxënës. Në zhvillimin urban, prioritetet janë ruajtja e tokës bujqësore dhe promovimi i turizmit rural dhe mbulimi tërë qytetet me plane rregulluese, si dhe projektet për eficiencë të energjisë, cilat do të detyrojnë ndërtuesit që ata të aplikojnë kriteret e eficiencës gjatë ndërtimit, por pashtu që të kemi edhe eficienca i përket ndriçimit publik edhe shfrytëzimit të energjisë ripërtritshme në qytet edhe në Kosovë, për arsye se qofse i referohemi i kriterëve të Bashkimit Evropian, ne duhet deri diku në vitin 2020 kemi mbi rreth 25% energji të ripërtritshme, të cilën edhe ne duhet fillojmë ta praktikojmë vendin tonë. Të ne në aprovuar plani zhvillimor urban, plani zhvillimor komunal, janë përcaktuar kohet e zhvillimit për Prishtinën e Re, për qendrën, për në vërtetë edhe qendrat e Prishtinës, sepse jemi përcaktuar për një zhvillim policentrik, në cilin nuk do të kemi vetëm një qendër, por do të kemi 3 qendra, një do të kemi këtu ku kemi në qendër Prishtinës, njërin do të kemi në Prishtinën e Re, dhe tjetërin do të kemi në pjesën veriore të Prishtinës në zonën ekonomike. Sa i përket zhvillimit rural, ne do të përcaktohemi për zhvillimin e turizmit rural dhe të artizanateve në Koleq, në Balaban, Prapashtic, në Rimanisht, në Shevc, në Dabishevc dhe në Hajkobirn, për zhvillimin e bujqësisë në Barilev, në Vranidol, Leban, Besi, Prugovc, Tënezhdol dhe Trut, për blegtori dhe pemtari në Mramor, Slivov, Kukavic, Dragovc, Makovc, Radishevc, Keqekol, Marevc, Glogovic, ndërka që do të kemi edhe veprimtari të lidhura të bujqësisë, cilat do të bënë varësisht nga lartësia mbidetare e regioneve, në vërtet e pjesëve të ndryshme të komunës Prishtinës dhe mundësive të ujitjes. Një prej projekteve shumë të rëndësishme të cilën ne mendojmë ta zhvillojmë periudhën e ardhshme është ai trafikut urban. Objektivat themelore që këtu të kemi autobus modern, të kemi sistem elektronik të biletave, të kemi çmimet biletave cilat janë të pranueshme për qytetarët, të kemi sistem të integruar pagesave që nënkupton se një udhëtar do të udhtojë vetëm me një bilet, pa marrë parasysh që mund të ndrojë autobusa, ata janë të sektorit publik, privat e tjera, por do të përdor vetëm një, do të aplikojmë orarin e harmonizuar dhe të besueshëm, do të bëjmë monitorimin e transportit publik përmes qendrës, cilin ne kemi ndërtuar në ndërtesën e re të komunës Prishtinës, edhe me cilin tani monitorojmë semaforët, edhe do të bëjmë shkurtimin e kohës udhëtimit, sidomos në unazën e qendrore, sepse mendojmë ma vonë që të kalojmë në qarkullim një kahor në tërë unazën qendrore. Kemi edhe objektiva tjera të reformës transportit publik, cilat do t'i bëjmë të njohura, si që janë informatat për pasagjer, transportin publik intermodal, që nënkupton se ne do të kemi një stacion intermodal në pjesën perëndimore të qytetit, ndërmjet stacionit e Kurudhës dhe të Prishtinës dhe të Fushë Kosovës, në cilën nuk do të kemi vetëm organizim të transportit udhëtarëve, por do të kemi edhe transportim
të mallrave, do të jetë një qendër e cila do të jetë qendër e njohur në Ballkan për këto shërbime, dhe do të kemi një lidhje të gjitha llojeve të transportit në atë pjesë, e cila do të mundsoj edhe lidhjen me aeroportin. Ne do të kemi më vonë 12 linja të qytetit si në zonën urbane, do të kemi 16 linja në zonat periferike dhe do të kemi linja sipas nevojës në zonat ndërkomunale, veçmas me komunat fëqinje, me Podjevën, me Obiliqin, Fushë Kosovën, Graçanicën, Lipjanin, dhe parashohim që të kemi transport falas për disa nga kategoritë, për fëmijë deri në 6 vjet, për njerëz me aftësi të kufizuara, gjitha kategorive, për udhëtime me rastin e ditës pavarësisë me 17 shkurt, për zyrtar policor, ushtarak, për invalid të luftës, për pensionistë, ndërkast kemi zbritje prej 50% për veteran të luftës, për familjarë dëshmorëve, për fëmijë nga 6 në 12 vjeç dhe për njerëz që janë në procesin e arsimit. Ne kemi siguruar tani 2 milion për blerjen e autobusëve të ri, kemi parapaqe edhe në 3 vitet të ardhshme të sigurojmë edhe nga 2 milion, dhe me këtë ne do ta përmbyllim nevojën me autobus të ri për qytetin e Prishtinës, ndërkaq që pjesa tjetër do të mbulohet përmes kontratave që do të lidhen me operatorët privat. Sa i përket administratës së qytetit, planifikojmë periudhën e ardhshme të organizojmë ose të themelojmë institutin për planifikim, të bëjmë bartjen e shërbimeve për qytetarë në distrikte, sipas ligjit për Prishtinën, ta bëjmë digitalizimin e gjitha dhënave dhe të shërbimeve, ta bëjmë digitalizimin e trafikut për çfarë fola më parë, të bëjmë promovimin e investimeve në turizëm, të bëjmë ndërtimin e pikave informuese në qytet, ta bëjmë sistemin informatik të integruar për gjitha ndërmarrjet publike, gjitha ato që operojnë, të kemi një sistem informatik për gjitha, dhe të bëjmë një përfshirje më të madhe të rive dhe femrave në përdrejtoritë komunës Prishtinës dhe të stimulojmë më mirë punonjësit të administratës që të punojnë komunën e Prishtinës. Në fushën e Në fushën e shëndetësisë, planifikojmë të punojmë përmirësimin dhe zgjerimin e rrjetit objekteve shëndetësore dhe në përmirësimin e kapaciteteve të diagnostifikuese në mjekësinë familjare. Unë mendoj që në këtë aspekt ekzistojnë mundësi shumë të mëdha që të kemi investime, planifikojmë të fillojmë ndërtimin e spitalit të qytetit, pasi që kjo çështje të zgjidhet me ligj. Jemi tani në procedurat të ndërtimit të qendrës mjekësisë familjare në lagjen e Muhaxherëve dhe në rrugën Ilir Konushevci dhe në instalimin dhe funksionalizimin e sistemit informatik në shëndetësi. Te mirëqenia sociale, siç theksova më parë, do të ndërtojmë gjatë vitit të ardhshëm, do të përfundojmë së ndërtuara 100 banesa për 50 për raste sociale dhe raste të shpronësimeve, dhe 50 banesa për raste të invalidëve të luftës, veteranëve dhe familjeve të dëshmorëve, dhe pashtu të kemi një kujdes më të shtuar për rastet sociale. Do thotë kjo ishte ajo që ne kemi bërë dhe që ne planifikojmë të bëjmë gjatë kësaj periudhe kohore. Ju falenderojmë shumë në vëmendjen tuaj. Pas sa jam këtu, unë dëshiroj të them se programin cilin e paraqita para jush, dëshiroj që të realizojmë shumicën e këshilltarëve komunal në kuvendin e komunës Prishtinës. Këtu kemi kandidatët tanë për këshilltar të kuvendit komunës e Prishtinës. Do ju kisha lutur që t'ju thras emrat dhe ata të ngriten. Është zoti Sami Hamiti,
Vlora Dumoshi, Mostaf Krasniqi, Agim Gashi, Florina Hoxha, Halim Halimi, Fejm Salihu, Ajni Shahe Azemi, Rahman Ismaili, Tefik Mehmeti, Vjolca Rizani, Hazir Borovci, Shefki Gashi, Vjolca Dibra, Flamur Shala, Sheqeris Pahiu, Hasime Krasniqi, Shefset Sulejmani, Mohamed Nura, Burbuce Kastrati, Ismail Kasumi, Shaib Hajrizi, Merita Surkishi, Bekim Gashi, Hetem Kupina, Premtina Rakovica, Flamur Beqiri, Bujar Hasimi, Naime Osmani, Sokol Krasniqi, Hajrush Bajraliu, Nuri Esopi, Fisnik Osmani, Vebi Krasniqi, Imrane Vrbnica, Abit Kastrati, Muslim Nehaj, Filoreta Gashi, Ilaz Selmani, Nezmi Uka, Fjolla Gashi, Faton Kutlovci, Fatmir Sefa, Milinda Sadriu, Gjemaj Luta, Flamuri Meri, Fortesa Gashi, Ali Dragusha, Ilmi Uka, Blerta Mavrici, Osman Zeqiri, Hysni Zuka, Arta Krasniqi, Sherif Brajoli dhe Gjemal Shasivar. Por ju siguroj se këshilltarët e propozuar për Kuvend Komunal të Prishtinës janë njerëz të fushave të ndryshme, nga arsimi, nga profesionet e arsimit, kemi urbanist, kemi architekt, kemi inxhinier, kemi jurist, kemi ekonomist, kemi njerëz të mirë në çështje të ambientit, prandaj konsideroj se kemi një diversifikim të profesioneve të ndryshme, edhe mund t'ju them se në krye kësaj liste jam edhe unë vetë. Falënderit.